Lemiku jatë pa thirë, unë si në Gjermani si këtu, unë të thrasë. Neze, mas dite, kina me najtë tanë ditën e gatë bashkë në telefon të volë. Unë të kam mikë për shef, të kam zonë mikë për shef, nuk të kam zonë mikë për halë. Allah ju rujtë tanëve. Po marrëdhënia juaj, si u prish? Të bëtë të kërkoshin lek, ndë unë i thash, bolmo. Gruaja jeme unë ka thonë, jo, kjo o mashtros. Dhe kur miku i ria thot troç se nuk mund të vazhdonte më kështu me kërkesat të njëpasnjëshme të eurove, Arbri reagon me një herë. Një ujem, sa është nevoja me shqit ju, asë për jasil, sa të ke mundësi me ta ka, kupto, se jam me njerëze për maj. Qatë lindin zemër që mos e vetë trunën. Miku jam, në gjëmu, me gjitha ata ku jam ma vështire, tjetu më një mu kam dzerni, jo ma bje pasaportën, jo ma bje ata, jo tani ma nëzore këtë, se nuk më lejohet se kam qu shumë pare, të edis një shpuna miku jam, po si një të bo tani ku kam nevoj për ju, imaginom mrapa që më bani. Tis pas ke besim mu, po unë qa besimit kem në ty, se do t'ja vojzen. Një skem që ka brënda krahas familjarit të zemëruar edhe kartën e viktimizimit. Muhabet tha, one porët e duhet t'i thjire që mi kilon, edhe u kry që kjo muhabet. A ka mundësi me mora shkusin, edhe t'ju qëj porët e juja, t'ja jap shkusit edhe t'ngelim njerëz me njëni tjetrin. Dili shifet me nadje. Ti këthe që ta semet tuja, kapak, ti në punë tonë, unë në punë teme. Një taktik manipulimi që e bën viktimën të ndjehet fajtor. Sikur është ai që i ka rënë në qafë këtij zotërie të ndershëm dhe hallexhi. Por muajt kalojnë dhe premtimi për kthimin e parave nuk mbahet asnjëherë. Porët mi ka për cilë, on ka bloku, ma ka qu telefonin, jo më nervesu me tonë telefon. Po djali, a fliste ndonjëherë me vajzën? Veç në Shqipëri, kur e kanë futa dhe unë azëngisht, asë si lloj gjëje tjetë. Po ka nejtë shumë në Shqipëri, amo që jam taku me atë, ka nejtë vetëm 30 minuta ke shtëpia ati, edhe kur nuk jam taku. Një ceremoni në pamje të parë shumë serioze, me trokitje gotash dhe fjalime, por që në fakt ishte një aktrim kolektiv në të cilin secili kishte rolin e tij. Përveç miqve nga Gjermania që po mashtroheshin sy më sy. Veç mashtrime ju kon këta motërere, valnot, po më vjen paket që ka mashtru muaj njëri. Djalin e vllavit tem që s'ko as bob, as nona idiot. Po lekët kush i kërkonte? Një herë Shkesi, që është vllai ati, Albani. Kina ti qa o vllavi vet, po e kum morë veç tani ma si u kryq kjo muhabeti. Pra Albani, shkuesi që mban katalogun me vajza minorene për fejes, është vëllai i Arbrit, i cili pa e ditur se kjo gjë është zbuluar, bën edhe një herë viktimën duke u munduar të deklarohet i pafajshëm. Po me gjitha ata se mi kini fajt ju, mi ko fajt shkusi. Se që i shkusi ka me dhënë llogari të une. Për që arsye i ka mo qëta parët e ti. Ka me dhënë shumë llogaritë une. Unë punoj vetë në shtet. Dire, në shtet senet i baj me shkusi. S'më ke bleti mu vajzë. Pashit shkusi vajzë, ka me dhënë përgjësia e. Se shpirtin e sajnone direkte që i mërëndë. Po mirë, le ta provojmë. Me atë rast i marrim dhe katalogun e nuseve. Alban, si kalon Jonita mu nga granjat mos me duar. Kam ardhur të marr katalogun e vajzave. Shikojnë qikat neshme vlojëm, qikat poshme të mire e unë. Alban mos u shiko se s'ke ku të ikësh. Deri një sekond. Alban. Alban. Mos prek me duar, me gojë mësutja. Ndërsa policët e marrin shkuesin e 15 vjeçareve, vëllait Ariel Gjonaj kërkon të pengoj me çdo kusht shoqërimin e tij. Ti mua, rreur, ty. Ti mua. Okej. Ti e parë dhe fundit se vje qështu ti. Në këto kushte agentët e policisë së Komisariatit 6 të Tiranës i shoqërojnë të dy vëllezërit me akuzat e mashtrimit, kundërshtim të forcave të policisë dhe goditje për shkak të